Pak para mbërritjes së kryeministrit Edi Rama në asamble për të njoftuar ndryshimet e drejtuesve në 6 qarqe, ish zëvendëskryeministria Belinda Balluku pa në publik së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi. Në një mbledhje të zhvilluar në asamble, kryeministri Edi Rama prezantoi ndryshimet në drejtimin politik të 6 qarqeve dhe Bashkisë Tiranë, duke përcaktuar një strukturë të re që synon efikasitet dhe koordinimin më të madh të Partisë Socialiste. Në kryeqytet drejtimin e Bashkisë Tiranë do të mbahet bashkërisht nga Tabulant Balla dhe Ogirta Manastirliu, ndërsa Belinda Balluku konfirmohet në Fier dhe drejtues të rinj u caktuan edhe në Elbasan, Berat, Vlorë dhe Durrës. Elisa Spiropali u rikthye gjithashtu në stall duke përshëndetur kolegët pas mungesës në votimin e çështjes Balluku. Ndryshimet të tjera përfshin Erion Malaj, marrin drejtimin e Partisë Socialiste në qarkun Kukës, Ulsi Manja rikthehet në Dibër, ministri i rimbrojtjes Ermal Nufi merr drejtimin e Lezhës, ndërsa Enea Karakaçi do të udhëheqë Shkodrën. Në Durrës Blendi Klosi merr detyrën prej Emiriana Sakos, duke konfirmuar edhe drejtuesit aktual në qarqe të tjera. Ky rikonstruksion politik synon të fuqizojë koordinimin në nivel lokal dhe rajonal, duke i dhënë Partisë Socialiste një strukturë më të qëndrueshme për përballimin e sfidave politike dhe zgjedhore të ardhshme. Ndërkohë, asamblea tregon një përpjekje të qartë të Ramës për të konsoliduar drejtuesit e rinj dhe ata të rikthyer në pozita kyçe, duke mbështetur strategjinë e qeverisë dhe bashkëpunimin me strukturat e Partisë Socialiste në të gjithë vendin.